Zotiroj, të kalojmë pak në konfliktin e lindjes mesme ku ka pasur tensione sa i përket deklaratave, por edhe sulmet midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit dhe Izraelit vazhdojnë. Ndërkohë, një deklarat e presidentit amerikan Donald Trump ka tronditur, po themi, opinionin publik ndërkombëtar, teksa u shpreh se ai mund ta dërgojë Iranin në epokën e gurit. Çfarë po ndodh konkretisht në lindjen e mesme në konfliktin me Iranin? Apo shkojmë drejt një zgjidhje, apo konflikti po shkon gjithnjë e më shumë duke u thelluar? Siç e dini, unë kam bërë një status para disa kohësh ku shprehja se në politikën ndërkombëtare, e veçanërisht në luftë, kur politika ka mbërritur në kulmin e ashpërsisë së vet, sepse sipas Van Clausewicit, lufta është vazhdimi i politikës me mjete të tjera, me mjete më të forta. Atëherë, pikërisht në këto kondita, në këto situata, nuk duhen parë kurrë deklaratat e aktorëve në lojë, por duhen parë veprimet e tyre. Duke u bazuar në veprimet e tyre, do thoja që situata është pak më ndryshe nga ajo që thuhet. Situata është, mënyra se si e shoh unë është kjo. Situata është e tillë që Irani ose elitat e Iranit, ato që kontrollojnë shtetin iranian, kanë vendosur të luftojnë deri në fund pa u dorëzuar. Pra, ideja fillestare që i shërbyen presidentit Trump shërbimet e disa vendeve, se iranianët ishin të gatshëm të bënin një marrëveshje për të shpëtuar atë që mund të ishte e shpëtueshme, doli e pasakt. Ishte një parashikim i pasakt. Si shumë parashikime të tjera në secilën luftë dihet vetëm dita e parë. Çdo general me dy parë mend e di shumë mirë dhe në diskutimet pafund janë thënë që plani që vendoset me kohë, që praktikohet nga ushtritë e ndryshme, zgjat vetëm ditën e parë. Në momentin që bien predhat e para, çdo gjë ndryshon. Dhe duhen plane dytësore, tretësore, A, B, C, D. E patëm përmendur në një seri të mëparshme këtu tek ju, që presidenti Trump ka planin A, B, C, D dhe disa plane të tjera ndoshta që ne nuk i dim dot. Ajo që duket nga faktet është që Irani nuk po dorëzohet dhe nuk do të dorëzohet. Aftësitë ushtarake të Iranit i tejkalojnë parashikimet, përsa kohë që raketat vazhdojnë dhe bien si shi në Tel Aviv dhe në gjithë Izraelin. Ajo që shihet është që në këtë përballje Irani nuk është vetëm, ka disa forca të tjera të cilat përditën më shumë po i afrohen luftës, së fundmi Jemeni, të paktën pjesa e Jemenit e kontrolluar nga popullsia shiite Houthi, janë hedhur dhe ata në luftë. Pra, Irani po përshkallëzon veprimet e vet brenda mundësive që ka. Të njëjtën gjë po bëjnë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nuk do të ishte e pa parashikueshme që të kemi një ndërhyrje ushtarake toksore, të paktën të pjesshme të trupave amerikane. Kjo nuk është e thënë publikisht ende, por çdo lloj veprimi që shohim, transferimi i trupave speciale në mas, transferimi i disa reparteve të ushtrisë amerikane të cilat janë specializuar në ndërhyrje të tilla, duket dhe sidomos ajo që është më e rëndësishmja, mbyllja e ngushticës së Hormuzit, e cila po vështirëson jashtëzakonisht shumë ekonominë botërore, e ka çuar në krizë ekonominë botërore. Të gjitha këto çojnë drejt një vazhdimësie të luftës në lindjen e mesme dhe një përshkallëzimi me trupa ushtarake toksore. Kjo mbetet gjithsesi një vendim që do ta marrë presidenti amerikan, por nga fjalimi i tij, nëse mund ta shohim fjalimin e tij të fundit që i dha kombit amerikan, ajo që tha ai ishte që në 2-3 javë të ardhshme do të përshkallëzojnë bombardimet dhe nëse ka marrëveshje, atëherë do të kemi paqe dhe çdo gjë do të mbyllet shumë shpejt. Nëse nuk ka marrëveshje, atëherë do të kemi gjëra të tjera të cilat nuk u than, por çdo lloj parashikimi çon drejt trupave toksore në lindjen e mesme dhe kjo pastaj është një përshkallëzim tjetër i cili është i paparashikueshëm sot për sot, por jashtëzakonisht me shumë gjasë që të ndodh. Cila është ajo arma sekrete që e bëri Iranin të përballojë një konflikt që tashmë ka shkuar rreth mbi një muaj dhe që të vazhdoj akoma të sulmoj në këtë rast Izraelin?
a kanë të bëjnë me përgatitjet përgjatë viteve të fundit që e prisnin një konflikt tillë, apo është terreni i atill që u mundson këtë gjë, apo janë fortifikimet e nëndeshme ku një sër ekspertësh mendojnë që kjo është një nga armët sekrete që Irani e bën të paprekshëm qofshin edhe nga bombardime më të forta amerikane. Do filloj nga kjo e fundit, të paprekshëm nuk ka në këtë botë, nuk ka vende të paprekshme, por gjitha këto që thatë ju përveç këtij cilësimit fundit janë të gjitha reale, gjitha të vërteta. Dhe unë do thoja që përgjigja është pak nga të gjitha nga këto. Do të shtoj edhe një diçka tjetër që nuk po thuhet shumë shpesh, po që është një pjesë, besoj unë, kryesore e aftësisë së Iranit për të rezistuar. Irani, duhet të thënë me pikë pari që Irani nuk ka mundësi për ta fituar ushtarakisht luftën. Irani ka mundësi që të ngrejë çmimin e luftës, të durojë shkatrimin dhe të ngrejë çmimin e luftës për ekonominë botërore, dhe duke ngritur çmimin e luftës për ekonominë botërore, duke përfshirë sa më shumë shtete, duke e bërë të pamundur ekzistencën njerëzore në vendet e gjirit, duke bombardimi i shteteve të gjirit, të GSTC-s që quhet, që janë shtetet e kooperacionit ose kooperimit të gjirit persik, ka pikërisht këtë synim, pikë synim, që ta bëj të pamundur jetën atje, t'i bëj këto vende ose të zgjedhin, ose të vazhdojnë luftën për ekzistencë në krah të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ose të nënshtrohen Iranit. Nga ana tjetër, Irani synon gjithashtu që të përfshijë sa më shumë vende, ekonomia të cilëve preket, pikë pari Evropa, e cila gjendet e pafuqishme për të bërë ndonjë gjë në këto kushte, të cilën presidenti Trump e sfidoi që të hap gjirin e Hormuzit, ngushticën e Hormuzit, tha nëse nuk deshet të na ndihmonit në kuadër të NATO-s, atëherë ne amerikanët naft nuk kemi nevojë, shkoni dhe gjeni vetë mënyrën se si ta hapni ngushticën e Hormuzit, kur ju na e kërkoni ndihmën ne do t'ju japim, ndryshe nga ju. Por ajo që nuk është përmendur aq shpesh është Irani ka bërë një ndryshim radikal në mënyrën se si i drejton artilerinë e vet dhe raketat, ka ndryshuar nga sistemi me satelit amerikan, ka shkuar në sistemin me satelit kinez Beidou. Dhe kjo ja mundson që t'i shmanget shumë prej mënyrave të interceptimit ose të kapjes së raketave në ajër. Gjithashtu Irani ka një strategji, siç duket, të mirë menduar prej shumë kohësh, ku në fillim përdori raketat e vjetra për t'i bërë kundërshtarët Izraelin dhe Shtetet Bashkuara që të përdorin raketa interceptuese në mas, dhe tani që numri i raketave interceptuese ka rënë, përdoren artillerinë më të rënd, përdoren raketat më të mëdha, 1 tonshë, 2 tonshë, bile edhe 4 tonshë, të cilat shkaktojnë dëme më të mëdha. Gjithsesi, duhet thënë përfundimisht që Irani është në fazën e rezistencës dhe nuk ka shanse që ta fitojë në mënyrë kinetike luftën, por ka shanse që duke u sjell në mënyrë strategjike t'i krijojë vetes hapësirë për t'i mbijetuar një konflikti dhe për të dalë fitues në mënyrë strategjike dhe jo ushtarake. Kjo mbetet për t'u parë, sepse çdo lëvizje e Iranit sjell pastaj kundërlëvizje të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe aleatëve të tyre, dhe siç e thash më parë, unë nuk do të flija gjumë rehat nëse do të isha një nga udhëheqësit iranian në këto ditë. Si lexohet në opinionin publik amerikan telefonata e tensionuar që raportohet se ka pasur zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu? Në këtë rast, a ka qenë vërtet Izraeli ai që e ka shtytur apo e ka futur në një luftë Amerikën përballë Iranit, apo kemi të bëjmë me një koalicion që tashmë kishte marrë këtë vendim për të luftuar kundrejt Iranit, sepse sipas telefonatës mësohet se J.D. Vance i ka thënë Netanyahut se ishte ti që na e bëre shumë të lehtë këtë luftë dhe tani jemi drejt një fundi që s'po mbaron.
Shikoni, pikë pari, unë do të deklaroj që nuk e di se si ka qenë telefonata, nëse ka pasur telefonat apo si ka qenë telefonata, dhe në rast e luftës, siç e kemi thënë dhe më parë këtu, nuk duhet besuar shumë çka që del nëpër media, sepse është pjesë e një propagande për të drejtuar vëmendjen e njerëzve. Por pa e ditur se çfarë ka ndodhur, duke marrë për të mirëqenë atë që është thënë mediatikisht, unë do të kisha pak kujdes në interpretimin e saj si ashtu siç është bërë deri më sot. Pse e them këtë? E them sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës pikëparje kanë treguar me kohë se nuk e vendosin interesin e askujt tjetër përpara interesit të tyre.